Një vrasje me armë zjarri tip Kalashnikov ka ndodhur në lagjen numër 14 në qytetin e Korçës. Sipas informacioneve, viktim ka mbetur një 20 vjeçar, identifikuar si shtetasi me iniciale JZ. Bëhet me dije se autori i cili është identifikuar si shtetasi me iniciale KS dhe po punohet për kapjen e tij, e ka ndjekur viktimën dhe e ka ekzekutuar në katin e 3 të një pallati. Sipas informacioneve, janë ngritur postobllogje në pikat hyrëse të qytetit dhe në akset nacionale. Gjithashtu, shërbimet e policisë po sekuestrojnë të gjitha pamjet e kamerave të sigurisë në zonë për të zbardhur rrethonat e plota të vrasjes. Bëhet me dije se autori dhe viktima kanë qenë shok dhe janë rritur bashkë. Zëvendës drejtori i hetimit të krimeve, drejtues Sejfullah Metko, gjatë një prononcimi për mediat, u shpreh se ata janë përfshirë në një konflikt. Viktima është vrarë me Kalashnikov, ndërsa bëri me dije se 20 vjeçari ka patur me vete edhe një thik që i është gjetur në dorë. Sipas Metkos, më pas autori është parë nga dëshmitar okular që ka shkuar në drejtim të Varrezave. Dhe ku kemi pas përdorimin e armës zjarrit. Më pas autori është ngjitur në rreth 15 minuta, është parë nga dëshmitar okular që ka shkuar në drejtim të Varrezave, jemi ndjekje të tij. Viktima është vrarë me armë Kalashnikov, gjithashtu viktima ka pasur në dorë një armë të ftohtë, armë thik. Gjatë përleshjes autori ka përdorur Kalashnikov. Konflikti ka qenë i mbartur disa kohë më parë, ka qenë ndjekje në anajon dhe sot ka precipituar në ngjarjen kriminale. Viktima ishte pjesë e forcave të armatosura, ndërkohë autori ishte me precedent penale për armëmbajtje pa leje dhe plagosje. Policia ka shoqëruar në komisariat 3 persona, shok të autorit, ndërsa CNA ka siguruar fotot e tyre, të cilët me lëndë narkotike dhe armë zjarri në tavolinë. Autori me iniciale KS ndodhet në krah të shokëve të tij, është personi i veshur me të zeza në të djathtë në foto. Dyshohet se autori është pjesë e një grupi që shpërndan drogë, ndërkohë dyshimet e deri tanishme janë se konflikti mes tyre ka ndodhur për një vajzë. Një banore në pallatin ku ndodhi vrasja u shpreh se doli jashtë në momentin kur dëgjoi një zhurmë të madhe. Ajo tha se njoftoi menjëherë ambulancën pasi pa viktimën e shtrirë. Unë isha brenda në shtëpi. Në shpisu të rrezikat me. Dëgjoj një zhurmë e madhe, sikur përciti një diçka. Dhe unë thash bopoj, thash mami se isha vetëm me mamin, do dal që ta shikoj çfarë po bëhet. Thash mos randoj njëri nga shkalla dhe që ta ndihmonja. Dhe sa dalë këtu, kur ajo gruaja e katit të tretës, se mund të atjetë dera e saj ishte bërë. Ajo thërejta, mami, lutem lajmëroni policinë në ambulancë. Ngjiten unë me prapë të shikoj një njeri të shtrirë poshtë në tokë, barkas, dhe unë thash se mos ishte fëmia i saj. Edhe i them, çfarë po bëhet me kujti unë, më thotë ajo, kujti unë, me të lajmëruar njerë, pastaj riran policisë, pastaj lajmërova ambulancën. Nuk e mblidhim dot vetëm fare. Viktima ishte mobilizuar si ushtar me rrogë prej më shumë se një viti dhe vetëm 2 muaj më parë kishte lënë detyrën pasi do shkonte tek i vëllai në Angli. Mësohet se forcat e shumta policie si dhe Renea kanë shkuar pranë banesës së autorit, por nuk ka mundur dot ta gjejnë atje, si dhe më pas kanë vijuar kërkimet në varrezat e qytetit. Gjithashtu u ngrit dhe droni për kryerjen e zonës për kapjen sa më të shpejtë të autorit. Bëhet me dije se autori jetonte vetëm me babain, sepse prindërit i kishte të divorcuar.